Ferdane Sulejmani, 3 muaj para pensionimit, detyrohet të ndjek trajnime për shkak të performancës së saj të pamjaftueshme. Ky vendim është marrë nga Këshilli Prokurorial i Kosovës në mbledhjen e mbajtur me 28 dhjetor 2021 për shkak të vlerësimit të përgjithshëm të performancës si pamjaftueshëm. Sipas vendimit të Këshillit, bazuar në rregullorën për vlerësimin e performancës së prokurorëve, prokurorja Ferdane Sulejmani do të ndjek trajnime të detyrueshme për temat e propozuara nga Komisioni për vlerësimin e performancës. Prokurorja Sulejmani është prokurore në Prokurorinë Themelore në Prishtinë. Këtë trajnim ajo do ta ndjek 3 muaj para pensionimit. Ky vendim i Këshillit Prokurorial që të trajnoj prokuror të cilët dalin në pension, po vlerësohet si skandaloz nga shumë akter. Betimi për drejtësi për të mësuar më shumë rreth arsyeshmërisë së këtij vendimi ka kërkuar që të marrë përgjigje dhe të intervistoj kryesuesin e Këshillit Prokurorial Jetish Malokun, kryetarin e Komisionit për vlerësimin e performancës Ardian Hajdarin, si dhe vetë prokurorën Ferdane Sulejmani, por pa sukses. Prej tyre është përgjigjur përmes telefonit kryetari i Komisionit për vlerësimin e performancës Ardian Hajdari, por asaj nuk ka pranuar të përgjigjet. Përshëndetje, po flas me prokurorin Ardian Hajdaraj. Ola. Jam Betim Musliu, po ju thras për emisionit Betimi për drejtësi. Si jeni? Po, mirë, jo. Mirë, faleminderit. Mos po ju pengoj diçka? Ja, vëlla, po jam në të po. Okej, nëse muj me ju bo një pyetje, prokuror, jeni në këtë komisionin për vlerësimin e performancës edhe deshta me ju pyet për një vendim cilin e keni marrë si këshill me 28 dhjetor për vlerësimin e performancës për prokurorën Ferdane Sulejmani. Ajo edhe 3 muaj del në pension, ndërkohë që i është shqiptu masa e trajnimit të detyrueshëm. A është kështu? Lidja është ai zëvën si Këshillit, më shpi drejtua si medjave edhe ose kryesuesit. Po, ju kam drejtu me kërkesa krejt, deshta me folja dhe me juve. Po ju, a mundi më na dhoni një vlerësim se a ka logjik që 3 muaj para pensionit me dërgu një prokurore në trajnim? Po jënë ato janë publikohen në pas të Këshillit, unë ishmi pat. E çfarë arsyetime keni dhënë në këtë rast? Për çdo vendim, tash betejmë unë ishmi drejtu aty kryesuesit ose pas të Këshillit. Okej, prokuror, faleminderit shumë. Falje. Hajde, mirë pafshim të. Shikues nderuar, ne provuam që të kontaktojmë pra me prokurorin i cili është kryetar i Komisionit për vlerësimin e performancës për të pasë cila është logjika e vendosjes në këtë rast që një prokurore 3 muaj para pensionit të shkojë në trajnim të detyrueshëm dhe kush do të jetë përfitues pas trajnimit të kësaj prokuroreje e cila me njëherë pas trajnimit do të pensionohet. Por e pat që prokurori hezitoi që të jap përgjigje. Ne kemi vazhduar dhe kemi insistuar se të marrim përgjigje pra edhe nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, por nuk ka përgjigje as nga zyra për informim e as nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial. Ne do të mundohemi që vitin e ardhshëm domosdo të dalmi prej kësaj situate, edhe të jemi pak a shumë më të hapun për juve. Kur do ta zhvillojmë intervistën? Unë juve ju uroj sukses e shëndet dhe do të angazhohemi që pak a shumë të jemi më afër me ju. Intervistën kur do ta zhvillojmë kryesues? Po do të shohemi, për intervistë do të shohemi, po unë do të kisha pas dëshirë këto intervistë me një intervistë mos takimi tani një vjet mos më po. Po të shihni çdo 3 muaj edhe për realizim. Po një herë në vjet, pro. Se nuk këtë vjet s'na po vetë. Unë po mendoj çdo 3 muaj. Këtë vjet është hera po që po shihem. Po na po ato marrë. Po na po pasi për me pyetje është hera po që kemi. Profesorja, ne po mendojmë çdo 3 muaj. Faleminderit shumë, faleminderit. Konsultime nuk janë përmbushur. Përkundër premtimeve për emisionin Betimi për drejtësi, se do të caktoj së shpejti datën për t'u intervistuar, kanë kaluar një vit dhe ai ende vazhdon të mos përballet
për të përgjigjur për temat sfiduese të sistemit prokurorial. Në lidhje me prokurorën Ferdane Sulejmane, Këshilli Prokurorial ka kthyer një përgjigje me shkrim të premten pak minuta para përfundimit të orarit të punës. Sipas Këshillit Prokurorial, prokurorja Ferdane Sulejmani 4 herë i është nënshtruar vlerësimit të performancës gjatë mandatit të përhershëm. Në vitin 2018 dhe 2019 asaj nuk i është bërë vlerësimi nga kryeprokurori i saj, ndërsa në vitin 2020 ajo është vlerësuar me nivelin mjaftueshëm. Ndryshe nga kryeprokurori i saj, Komisioni për vlerësimin e performancës e ka vlerësuar pamjaftueshëm. Sipas Këshillit në rastin konkret, ata kanë shqiptuar masën më të ulët që kanë mundur të shqiptohet ndaj kësaj prokuroreje. Sipas përgjigjes së Këshillit, efekti i trajnimit është që prokurorja të përmirësoj performancën e saj në trajtimin e lëndëve. Në këtë rast, Këshilli nuk është përgjigjur se cili efekt do të jetë ai, pasi që ajo do të pensionohet. Këtë fakt e kanë pranuar zyrtarët e Këshillit, duke theksuar se Këshilli ka vepruar në kuadër të mundësive ligjore, pasi nuk ka mundur të heshtë dhe të mos veproj në raport me performancën që ka treguar prokurorja gjatë periudhës së vlerësimit. Kjo nuk është hera e parë që prokurorja Ferdane Sulejmani është përballur me masa dhe degradim. Pas raportimit të betimit për drejtësi në vitin 2019, ajo ishte degraduar nga Këshilli Prokurorial, nga Departamenti i Krimeve të Rënda, në Departamentin e Përgjithshëm. Degradimi kishte ardhur si pasojë e mënyrës se si ajo e kishte përfaqësuar organin e akuzës, në rastin ndaj ish deputetëve Bali Muharremaj dhe Ismail Kurteshi. Ata akuzoheshin për përdorim të mjetit të rrezikshëm, pasi që gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës pretendohej se kanë hedhur gaz lotësjellës. Në seancën e mbajtur me 2 maj 2019, pavarësisht se deputeti Bali Muharremaj kishte pranuar fajsin për hedhjen e gazit lotësjellës, një gjë të tillë e kishte revokuar trupi gjykues dhe në fund edhe prokurorja Ferdane Sulejmani kishte hequr dorë nga akt akuza. Muharremaj në fillim të seancës kishte thënë se pranon fajsin për këtë vepër, kurse Kurteshi e kishte mohuar fajsin. Pasi që Kurteshi nuk kishte pranuar fajsin, gjykimi kishte vazhduar vetëm ndaj tij, me administrim të provave nga prokurorja Sulejmani, e cila kishte thënë se nuk është e koncentruar dhe e përgatitur për seancë, duke shtuar se sapo ishte kthyer nga pushimi. Ndonë se ajo kishte filluar me prezantim të provave materiale, të cilat kishte kërkuar që të administrohen, të njëjtat kishin dalë të jenë të një rasti tjetër, e jo të atij që po zhvilloi atë ditë. Sulejmani kishte prezantuar një video incizim të Kuvendit Kosovës, në të cilin pretendoi se do të vërtetoi se i akuzuari Kurteshi kishte hedhur gazin lotësjellës, mirë po ajo video kishte rezultuar se ishte e kohës kur ishte zhvilluar procedura për zgjedhje të presidentit, e jo për demarkacion. Sulejmani kishte thënë se po e vren tani që nuk është video incizimi i duhur, por që të njëjtat veprime ishin kryer në seanca të tjera, duke kërkuar që ajo duhet të pranohet si provë. Gjatë këtij deklarimi, kishte reaguar i akuzuari Kurteshi, i cili kishte thënë se ky video incizim nuk kishte të bënte fare me rastin për të cilin ai po akuzohej. Në fund gjykata e kishte shpallur të papranueshme një provë të tillë, e cila kishte datë tjetër dhe nuk ishte për rastin konkret. Prokurorja Sulejmani kishte vazhduar edhe më tej me prezantim të provave, por pas vrejtjeve të kryetarit të trupit gjykues Hamdi Ibrahimi, ajo kishte hequr dorë nga video incizimi i ofruar për një rast tjetër. Sidoqoftë, me një vendim të tillë të Këshillit Prokurorial që ta dërgojë në trajnim të detyrueshëm një prokurore 3 muaj para pensionimit, nuk është befasuar ish antari i Këshillit Prokurorial nga radhët e shoqërisë civile, Florent Muçaj. Ky është ushtrimi më i keq i mundshëm i një kompetence, edhe keqpërdorimi i një kompetence që mund t'i bën një organ, sepse Këshilli Prokurorial cakton masa dhe politika. Në rastin konkret, ky është vendimi më i keq, sepse po jep mundësi një prokurore që të trajnohet në ndërkohë kur ajo do dalë në pension dhe në këtë mënyrë po i keq përdor resurset që ja ka dhënë shteti ynë dhe kompetencat që ja ka dhënë ai ligj për të marrë një
veprim të caktuar. Për gjykatësin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Agi Maliqi, një vendim i tillë është absurd dhe vështirë besueshme se mund të ketë ndodhur në praktik. Unë informacionin tënë nuk po thëmë që së një saktë, mu po më duke që është absurd dhe kjo nëse ka ndodhur. Drejtori i Akademisë së Drejtësisë Enver Fejzullahu thotë se një vendim i tillë nuk ka logjik dhe bie në kundërshtim me qëllimin e trajnimit. Tash nuk di sa. Para pensionimit s'di sa kish me pas logjik trajnimi. S'di sa kish me pas efekt trajnimi, qëllimi trajnimit apo qëllimi edhe i vendimit. Kështu që Për drejtorin ekzekutiv të Institutit Kosovës për Drejtësi, organizatë jo qeveritare e cila monitoron sistematikisht performancën e sistemit prokurorial dhe gjyqësor, ky vendim paraqet një skandal të llojit të vet, në vazhdën e skandaleve të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Vendimi më së paku mund të quhet skandaloz, jashtë çdo logjike pas një efekt për sistemin prokurorial, por që mund të konsiderohet si një lloj shpërblimi për prokurorin e fjalë. Kjo për faktin se njëjta pas përfundimit të trajnimit të detyrueshëm të dalë në pension dhe njëjta nuk të dëmtohet as në aspektin material monetar, por të përfitoj nga trajnimet e ofruara nga Akademia e Drejtësisë. Kjo mos e KPK-s ndaj prokurores nuk ka kurfar kuptimi dhe do të ishte në mendjen e atyre prokurorëve që kanë shqiptuar këtë mos se si e kanë bindur veten ta marrin një vendim të tillë, andaj mendoj që kjo s'ka fare kuptim. Për hartuesit e politikave dhe ligjeve, një vendim i tillë nuk ka kuptim, por vendimet të tilla shërbejnë si shembull që dëshmojnë nevojën e rregullimit të sistemit të vlerësimit të performancës së prokurorëve dhe gjykatësve përmes dispozitave konkrete ligjore dhe që mos të lihen këto mundësi tek këshillat që përmes legjislacionit sekondar të bëjnë vlerësim të performancës shkeleshko, siç kanë bërë deri më tani. Në sensin e hartimit politikave, unë mendoj që në legjislacion duhet të ketë një dispozitë e cila i përjashton këto raste, sepse është shumë e drejtë, shumë e vërtetë kjo që është shpenzim i buxhetit, por edhe cili do të jetë, domethënë, impakti i një trajnimi të tillë kur gjyqtari ose prokurori në këtë rast nuk kthehet në detyrë, cili do të jetë, domethënë, ai vlerësimi ose pozitiv i tij ose i saj që çfarë e mirë do të sjellë në sistem. Kështu që edhe në aspektin legjislativ do ta kemi parasysh këtë. Ne kur të krijohen raste të tilla, precedente të tilla, neve gjithmonë jemi të kujdesshëm në hartimin e legjislacionit që ato precedente të i anashkalojmë ose mos t'i lëmë të ndodhin për shkak të impaktit i cili mund të jetë për shoqërinë tonë, se ju e dini që politikat hartohen për të mirën e qytetarëve në veçanti, por edhe për funksionimin e drejtë të sistemit. Sipas ish antarit të Këshillit Prokurorial Florent Muçaj, sistemi i vlerësimit të performancës për vite të tëra vazhdon të mbetet mekanizëm jo efikas, jo efektiv dhe për më tepër amnistues për prokurorët e dobët të sistemit prokurorial. Është të vërtet, ligjet përkatëse të sistemit të drejtësisë, ligji për Këshillin Prokurorial, jep edhe atëherë kur kam qenë unë antar i Këshillit, po edhe tani jep në një mekanizëm të vlerësimit të performancës, i cili mekanizëm nuk është që për këto vite, flasim do në thotë për 7 vite, kur unë kam qenë antar i Këshillit Prokurorial, është treguar shumë efikas. I kemi parë do në thotë në vazhdimsi që Këshilli Prokurorial shumë rrallë ka shqiptu masa ndaj prokurorëve të vetë për eventualisht për mungesë të performancës dhe kjo tregon shumë. Kjo tregon shumë sepse kjo tregon që ky mekanizëm ose nuk ka qenë mirë do të thotë i menduar ose nuk ka qenë mirë i shfrytzuar nga ana e Këshillit Prokurorial ose mund të them edhe është keq përdorur në një farë forme ku prokurorët janë amnestuar nga ana e Këshillit Prokurorial, do të thotë me mos shqiptimin e masave adekuate për shkak të mungesës së performancës. Unë e vërtet është kam pas rastin që këto t'i shoh edhe vetë, edhe pse kam ngrit shumë herë çështjet e disiplinimit, çështjet e llogaridhënies, çështjet e efektshmërisë mekanizmit të performancës prokurorëve, po asnjëherë do të thotë Këshilli Prokurorial, sa kam qenë unë, nuk e ka trajtuar këtë temë në mënyrë serioze që ta bëj do të thoja
ma efikas në praktik modelin ose procesin e vlerësimit të performancës në raport të marrjes së mosave konkrete për prokurorin e shtetit, respektivisht për prokurorët e sistemit prokurorial të Kosovës. Për mendimin tim, për këto 7 vite, kësaj periudhe të qeverisjes së një kryeprokurori, mendoj që ky mekanizëm ka qenë mbase mekanizmi ma i dështuar që edhe nuk është përkthyer në një farë forme në mosa konkrete të cilët ne i kemi parë edhe publiku kosovar i ka parë në vazhdimsi, qoftë përmes raportimeve, qoftë përmes media, do të thotë kur kemi pasur rastin të përcjellim mbledhjet e Këshillit Prokurorial e kështu me radhë, por për mendimin tim ka qenë dhe vazhdon të mbetet një pikë shumë e dobët e sistemit prokurorial të Kosovës. Vlerësimi i performancës sipas Ehat Miftarajt përbën një paradoks në raport me vlerësimet që bëhen nga mekanizmat e këshillave dhe realitetit, me të cilin përballen qytetarët në praktikë. Në raport me vlerësimin e performancës së gjykatësve, ky mekanizëm në 10 ditët e fundit është dëshmuar jo efikas dhe nuk ka arritur qëllimin për të cilin është themeluar. Është e diskutueshme nëse procesi i vlerësimit të performancës përmbush qëllimin e tij, që është për të përmirësuar performancën e gjykatësve. Me që 87.5% e gjyqtarëve të vlerësuar deri në fund të vitit 2020 kanë marrë vlerësimin shumë të mirë në shkollën e notimit. Me fjalë të tjera, mbi 85% e gjyqtarëve që kanë qenë subjekti i vlerësimit të performancës kanë marrë notë të shkëlqyeshme, e që për ne si IKD, në bazë të monitorimit sistematik të punës së gjyqtarëve, kjo nuk reflektohet në praktik me vetë faktin se qytetarët që ballafaqohen me sistemin gjyqësor të Kosovës në një farë mënyrë janë duke dëmtuar për shkak të profesionalizmit të tyre. Pothuajse njëjta situatë është edhe me Këshillin Prokurorial të Kosovës. Niveli i profesionalizmit, kompetencës, sidomos tek prokurorët, është çështje jashtëzakonisht shumë prenguese. Disa kanë trajnim jo adekuat, ndërsa disa nuk kanë vullnet dhe guxim që ta zbatojnë ligjin dhe për të marrë përgjegjësitë e tyre të cilat u përcakton kushtetuta dhe ligji në rastet e tyre. Ende nuk ka një sistem të mirëfillt ku gjyqtarët dhe prokurorët i nështrojnë vlerësimi performancës efektiv, sistematik të bazuar në praktika dhe në kritere të qarta përmes të cilave mund të shohim një lloj progresi gjatë ushtrimit të kompetencës së gjyqtarëve dhe prokurorëve në praktikë. Kur kësaj shtohet fakti se shumica e prokurorëve që ngriten në detyrë nuk bazohen mbi bazën e vlerësimit të performancës, por të faktit se sa janë të afërt me pozita të kyçe në sistemin prokurorial të Kosovës apo me kryeprokurorin e shtetit, atëherë mekanizmi i vlerësimit të performancës pothuajse është inekzistent dhe i parëndësishëm në tërë këtë proces. Gjykatësi Maliqi thotë se vlerësimi i performancës ka mangësi edhe në aspektin e rregullimit dhe zbatimit, por për të mbetet e pakuptueshme nëse ka vendime të tilla që prokurorët apo gjykatësit të dërgohen në trajnim të detyrueshëm pak para pensionimit. Nëse një gjë e tillë ndodh sipas tij, në të ardhmen duhet të rishikohet që mos të përsëriten vendime të tilla, sepse janë absurde. Në fakt, duhet këto të shpjegojmë në atë aspektin që performanca e gjyqtarëve dhe prokurorëve, sidomos po flas për performancën e gjyqtarëve, me që edhe jam antar i Komisionit Performancës, aty do të thotë tash është një çështje ke ndryshe e aspektit të performancës. Ju e dini se vitin e kaluar është miratur rregulloria e re e performancës në kanun e Këshillit Gjyqësor. Normalisht është caktuar edhe një komision i ri i performancës. Kem bë vlerësimet e vitit të kaluar, do të thotë performancës së gjyqtarëve, dikun duket kanë qenë proces dikun rreth 105 apo 6 gjyqtarë. Realisht do të thotë ne kemi vrejtur edhe shumë aspekte edhe shumë mangësinë të shtatën vetë në rregullore edhe vetë në ligj për Këshillin Gjyqësor, kuptimin e matjes së performancës dhe caktimit të indikatorëve real, objektiv për matjen e performancës së gjyqtarëve, por ato besoj që do të rregullohen këtë vit, kem caktuar edhe disa aspekte edhe disa takime edhe së bashku me Këshillin edhe Komisionin Performancës, me qëllim që të harmonizojmë disa aspekte ligjore të rregullores dhe të Komisionit të Performancës. Do të ishte për mu, unë s'kam dëgjuar për këso raste që me një mosh ka të shtyrë një gjyqtar apo një prokuror të shkojnë në trajnime për përmirësimin e performancës së tij, me që kjo do të ishte një absurditet sipas mendimit tim, që në moshën 65 vjeçare ashtu siç po shpreheni ju, shkojnë në komision, shkojnë në vijimin e trajnimeve për shkak të një mase që shkakton Komisioni Performancës. Unë po mendoj që ato raste nëse janë, për mu janë të pakuptueshme.
Dhe janë diçka që ndoshta në të ardhmen duhet të rishikohet që të mos ndodhë, mirë po realisht unë nuk e di që Komisioni Performancës s'paku nga aspekti i Këshillit Gjyqësor, me sa unë kam njohuri, Komisioni Performancës nuk ka dërgu persona të tillë në trajnime shtesë ashtu siç është me rregullore. Vendimi i Këshillit Prokurorial që të trajnohet prokurorja Ferdane Sulejmani 3 muaj para pensionimit është vendim pa dobi për sistemin dhe keqpërdorim i autorizimeve të Këshillit Prokurorial, njëherësh edhe abuzim me resurset shtetërore. Për vlerësimin e performancës së prokurorëve dhe gjykatësve, ka standarde ndërkombëtare të cilat abuzohen në rastin e këtij vendimi nga Këshilli Prokurorial. Ka standarde ndërkombëtare që i kanë ndërtu institucionet kredibile ndërkombëtare që i kanë elaboru parimet e sistemit të drejtësisë dhe në këtë aspekt, ky qëllim konsiston në forcimin e parimit të llogaridhënies, rritjen e besimit të publikut dhe i ndihmon institucionet përkatëse, në këtë rast Këshillin Prokurorial të Kosovës, që të marrë vendime konkrete lidhur me një politikë të caktuar për një prokuror në këtë rast, i cili eventualisht mund ta ketë performancën e dobët. Pra, mekanizmi i ndihmon që të merren masa konkrete ndaj tij ose ndaj saj. Pra, për këto qëllime, kudo, edhe në sistemin gjyqësor, edhe prokurorial, përdoret mekanizmi i vlerësimit të performancës. Unë mendoj që edhe ky mekanizëm ekziston si Këshilli Prokurorial, ashtu siç është paraqitur në ligj, në vetvete i përfshin këto 3 qëllime, por se si shfrytëzohet dhe sa shfrytëzohet dhe në çfarë mënyre shfrytëzohet nga ana e Këshillit Prokurorial në praktikë, ajo është çështje tjetër që është do të thotë për diskutim. Por këto janë 3 qëllimet kryesore, pra që të rritet llogaridhënia, e dyta besimi i publikut që te ne është shumë i munguar dhe e treta të ndihmoj Këshillit gjyqësor ose prokurorial që të ndërmerrë veprime në raport me një prokuror përkatës i cili mund ta ketë performancën jo të mirë ose edhe e kundërta nëse e ka performancën e mirë. Për mendimin tim, ky është një vendim absurd, unë do të thoja, sepse fare nuk konsiston me ato 3 qëllimet që unë i përmenda më herët, do të thotë aq më pak kur kemi një prokurore e cila del në pension pas 3 muaj dhe dihet se ajo nuk do të jetë pjesë e sistemit prokurorial, atëherë shtrohet pyetja për kënd dhe cilat efekte do t'i mbri eventualisht trajnimi i detyrueshëm për të. Apo ndoshta ajo do dalë siç ndodhet me prokurorë tjerë që dalin në profesione të lira, avokatët do ta jep kontributin e vet ato që e fiton nga trajnimet e Këshillit Prokurorial. Mendoj që është mbi të gjitha një vendim i gabuar edhe absurd e kisha thënë i Këshillit Prokurorial. Pikërisht tu vjen në shprehje ajo që në këtë rast Këshilli Prokurorial nuk e ka shfrytzuar në mënyrë të duhur mekanizmin e vet performancës, i ka shpërdorur autorizimet e veta që i ka, do të thotë në rastin konkret duke i dhënë të drejtë ose duke nxjerrë një vendim që e dërgon një prokuror që do të pensionohet shumë shpejt në trajnim të detyruar për shkak të performancës së dobët, e në ndërkohë ligjet e aplikueshme japin mundësi Këshillit Prokurorial që ndaj atij prokurori i cili nuk del me performancë mirë të marrë edhe masa të tjera. Në rastin konkret më i panevojshëm është vendimi për ta dërguar në trajnim të detyrueshëm, duke në një farë forme duke i keqpërdorur kushtu edhe ato resurse që i ka shteti ynë, Akademia Drejtësisë e tjera, për një prokuror i cili nesër nuk do të jetë ndoshta në rastin konkret as nuk do të mund ta përfundoj trajnimin e që mandati i saj si prokuror do të përfundoj me pensionim. Vendimin e fjalë dëshmon atë që thot edhe Komisioni i Venecias në opinionin e fundit që është publikuar lidhur me draftligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, se ky mekanizëm është kthyer në një korporat të prokurorëve, të cilët i ofrojnë njëri tjetrit amnisti, pa ndëshkushmëri dhe nuk marrin masa disiplinore apo veprime tjera të cilat përcakton ligji kur prokurorët bien qoftë në kundërshtim me ligjin apo që kanë performancë të dobët. Këshilli është shumë solidar me prokurorët, edhe në rastet kur vetë ky mekanizëm vlerëson se një prokuror për disa vite rresht ka performancë të dobët dhe Këshilli pothuajse nuk e ka vullnetin edhe as guximin për t'i mbajtur të njëjtit përgjegjës, duke shqiptuar masat e tilla të cilat vlerësisht mund të quhen edhe qesharake. Pastaj është apozim me buxhetin e Kosovës për të ofruar trajnim të detyrueshëm për një prokuror i cili do të dalë në pension dhe trajnimin që do ta marrë nuk do ta shfrytëzoj më në sistemin prokurorial, por lehtësisht mund ta shfrytëzoj për qëllime personale nëse ne ta vendos që pas pensionimit të licencohet si avokate.
të merrem me vesh, kjo mos e këshillit ndaj prokurores nuk do të ketë asnjë efekt juridik, pasi që e njëjta të marr licencën si avokate. Andaj nuk ka kuptim që një prokurore që do të dalë në pension detyrohet të shkojë në një trajnim të detyrueshëm, pasi kjo mos ka për qëllim ta përmirësoj aspektin profesional të prokurores në fjalë, në fushat ku ka pengesa dhe pas përmirësimit, pastaj këtu përgjithësi këto kompetenca të ushtroj në pozitën e prokurores e asesi që e njëjta pas trajnimit të del në pension. Do të thonë nuk ka kuptim për mendimin tim, me që ai gjyqtar nuk ka pasur performancë të mirë për disa vite dhe në muajt e fundit përmirësohet performanca e tij përmes trajnimeve, për mua është e pakuptueshme. Edhe nëse e ndrën, e ndryshon, e avancon performancën. Është e padobishme për sistemin. Dobia e sistemit është zero me atë gjyqtar. Edhe njerë po e ripotencoj. Ka edhe mosa të tjera që mund të merren kur performanca një prokurore ose një prokurori është e dobët. Por kjo na tregon se si do të thotë edhe në rastin konkret amnestohen prokurorët sikur se ka ndodhur edhe herë e kaluar. Do të thotë tregon që një mekanizëm që është një mekanizëm jo efikas do të thotë dhe përdoret ose ushtrohet sa për sy e faqe ose vetëm sipërfaqësisht në një formë ose formën tjetër, vetëm formalisht sa për të përmbushur një kriter të caktuar. E në rastin konkret e them me bindje të plotë se kjo është mosa më e panevojshme do të thotë që i është dhënë një prokuror të caktuar mbi të gjitha kur ajo nuk pritet më që dhe nuk mund më të jap kontribut për sistemin prokurorial, e ndërkohë sistemi prokurorial po ja jep pasoj një trajnim të detyrueshëm të cilën e ofrojnë institucionet tona, e që ndoshta shumë lehtë do të kishte mund t'ja jepte dikujt tjetër ose ta shfrytëzonte në një mënyrë tjetër. Për një prokuror i cili eventualisht ndoshta ka nevojë të trajnohet e që është pjesë e sistemit prokurorial edhe në vazhdimsi. Drejtori i Akademisë së Drejtësisë tregon se kush mund të jetë përfitues i trajnimeve nga prokurorët dhe gjykatësit. Ai thotë se kanë probleme edhe për shkak të mungesës së rregullave procedurale, të cilat krijojnë sfida të mëdha për Akademinë e Drejtësisë. Po ligji për Akademinë e Drejtësisë ka parapo dy lloje, dy kategori trajnimeve, të trajnimet vullnetare, që janë tapuna për çdo gjyqtar, çdo prokuror që të aplikojnë për trajnimet të cilat mendojnë që ndihmojnë në zhvillimin e tyre profesional. Lloji i dytë janë trajnimet e detyrueshme, që në këtë rast kemi trajnimin fillestar për gjyqtarët e ri, sapo emëruar apo prokurorët. Edhe disa trajnime, domethënë që përcaktojnë këshillat për trajnime detyrueshme për prokurorin e caktuar apo për gjyqtarin e caktuar, mbi bazën e vlerësimit komisionit për vlerësim për performancës. Do të thotë janë këto dy lloje të trajnimeve. Deri më tash, çfarë praktika ka pas Akademia e Drejtësisë nga ana e vendimeve të këshillit që të pranoj pra prokuror të cilët detyrohen që të përcjellen trajnime të detyrueshme për tema të caktuara që vinë si vendime pas vlerësimit të performancës. Pra, sa ka pas raste të shpeshta që prokurorët dhe gjyqtarët janë detyruar me përcjell trajnime në akademi? Të them drejtën, nga këshilli gjyqësor nuk kemi pas asnjë rast. Nga këshilli prokurorial kemi pas 3 raste, 4, mund të jam i sigurt. Do të thotë të fillu dikon prej muajit korrik, vitit kaluar. Do të këto janë rastet e para që ne kemi pas që këshilli prokurorial ka marrë vendime ku ka përcaktuar disa prokurorë për trajnime detyrueshme në disa module trajnimet. Çështja ka qenë që ne si akademi nuk kemi pas protokolle apo një procedurë të caktuar për këto trajnime, si dhe për metodologjinë e tyre, si për zhvillimin e tyre. Gjithashtu këto trajnime kanë edhe një kosto të madhe me vete. Nga se do të thotë rastet janë individuale, duhet të marrë trajnim individual, edhe ne në bashkëpunim me zyrën e Shtetit të Bashkuar, zyrën Obdat, kemi filluar edhe kemi nënshkruar një memorandum mirëkuptimit me Këshillin Prokurorial, duket ka qenë në nëntor 2021, dhe kemi ardhur me një protokoll përbashkë se si do të realizojmë këto trajnime. Për momentin me përgjegjësinë më të madhe them që ne nuk kemi marrë ende trajnime, nuk kemi ofruar ende trajnime detyrueshme për këto prokuror, po t'ju përkujtoj që Akademia e Drejtësisë zbaton vendime.
vendimet e këshillave, ne zbatojmë ato vendime në përputhshmërim se çka është para po për trajnimet. Qëllimi i trajnimit është që të zhvillojmë shkallësitë e gjyqtarëve, prokurorëve, të avancojmë profesionalizmin e tyre, të rritim profesionalizmin e tyre. Kështu që çdo koment nuk di çka kisha mund me komentu këtu. Do të thotë qëllimi i trajnimit është që të rritim njohurinë apo profesionalizmin. Do të thotë pa ulshu në ato detaje që përmend se s'po mundem me marr, s'po mundem me qenë se s'kam vendim, s'kam pa, nuk po mundem asun të komentoj, nuk di. Me thonë prapë thash, është kompetencë e Komisionit për vlerësim performancës. Ne, si Akademi e Drejtësisë, ne vetëm mund të zbatojmë vendime. Pavarësisht pa të çështja, unë mund ta vlerësoj drejt objektivi a ka arrit atë objektiv, ai trajnim apo jo. Mirë po jo dhe sa do të jetë në punë efikas në punë për profesionalizmin në vendin e punës ku është qoftë gjyqtari, qoftë prokurori. Ajo është kompetencë e këshillave dhe respektivisht komisioneve tyre. Po jo e Akademisë së Drejtësisë. Me qenë se ky është qëllimi i trajnimit, pra që dikush që ka probleme me performu mirë në një fushë, me u trajnu që me performu ma mirë. Apo analizohet qëllimi i trajnimit në rastet kur po trajnohet dikush që pensionohet? Nuk di betim thash, është një rast hipotetik për mua, unë ende nuk kam pa asgjë. Asnjë vendim, Po hipotetikisht, nëse na vjen një si rasti, a arrihet qëllimi i trajnimit kur ai shkon në pension? Po besoj që jo, po besoj që nuk është qëllimi i trajnimit ai. Po besoj që ajo në këto raste, do të thotë kur kemi të bëjmë para pensionimit, besoj që në mos e tillë. Nuk u di, prapë them, është një diskrecion i Komisionit për vlerësim performancës që ata duan, që ata arsytojnë, edhe i propozojnë këshillit të marrin vendim të tillë. Unë tash në cilësinë e drejtorit akademisë vetëm mund të them që çdo vendim që më vjen prej këshilla, unë jam i bigueshëm ta zbatoj ato. Edhe pa ndërhyjtë ajo do të thotë se sa kish me qenë efekti atij vendimi apo çysh. Ne jemi do të thotë institucion që ofrojmë shërbimin tani, ofrojmë mundësinë gjyqtarëve që të profesionalizohen, ngrisin profesionalizmin e vet. Kosto e një trajnimi të detyrueshëm të një prokurori apo gjykatësi është mjaft e lartë. Ajo mund të shkojë deri në 4 apo 5.000 euro në varësi të nevojave që paraqiten nga vendimet e këshillave. Në rastin e prokurorës Ferdane Sulejmani, nuk dihet saktë se sa buxhet do të shpenzohet për trajnim, pavarësisht se ajo do të pensionohet brenda 3 muajve. Po, shiqot, në qenë se vetë faktin ne ende s'kemi marrë, do të thotë nuk mund ta parashikoj. Ajo që kemi bënë një analizë të çuaj ashtu, në qoftë se është para po një vendim, do të thotë që po një prokuror apo po një gjyqtar trajnim i detyrueshëm deri në 3 muaj, ne mund të shembull për marr si kemi para po edhe në protokoll, që do të jetë edhe në procesin e trajnimit, ta quaj ashtu teorik edhe praktik, që do të jetë në kuadër të mbikëqyrësit vetë, do të thonë trajnimi praktik, ndërsa trajnimi teorik tash varet prej moduleve apo prej fushave ku të. Nëse kemi 5 module trajnimit, edhe të llogarit që ato sesione do të jetë ndoshta ka 4-5 sesione për një modul trajnimit, kjo nuk kupton që kishte me qenë ndoshta një dikon mund 500 diçka euro, do thotë për një modul, dikon kishte më shku afër 4-5.000 euro për një modul. Zoti Fejzullahu, deri tash thatë që keni pas vetëm disa raste të këshillit prokurorial të cilat kanë vendosur që me i dërgu për trajnim të detyrueshëm disa prokurorë. A ka raste kur prokurorë të cilët janë para pensionimit ju kanë ardhur për të trajnuar? Unë deri tash nuk kam pas rastin të shoh një vendim të tillë, sikur se thash, ne kemi marrë 3-4 vendime dhe ka të bëjë që janë prokuror me mandat përhershëm. Mirë po jo dhe para pensionimit. Unë sigur se thash, betim, ne s'kemi marrë ende vendim të tillë, njoftim të tillë në lidhje me atë rast. Me e dyta, të nëse Komisioni për vlerësim performancës e ka parapo që duhet trajnohet, edhe e ka arsyetuar do të thotë që duhet trajnohet, unë mund ta zbatoj atë vendim. Te çështja e asaj se sa kishte me qenë logjike, nuk di, besoj që është kompetencë e tyre më e madhe se sa imja. Si drejtor, duket e logjikshme që nuk di s'kam koment.
Problemet në efikasitetin e mekanizmave për vlerësimin e performancës janë evidentuar vazhdimisht në raportin e progresit për Kosovën. Në raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2021, theksohet se këshillat janë të obliguar që çdo 3 vjet të kryejnë vlerësime të performancës së prokurorëve dhe gjyqtarëve me mandat të përhershëm. Në vitin 2020, Këshilli Prokurorial ka vlerësuar të gjithë prokurorët që ishin të kualifikuar ligjërisht për vlerësimin e performancës. Megjithatë, duke qenë se Këshilli Gjyqësor ishte duke bërë një reformë në sistemin e tij të vlerësimit të performancës, asnjë gjyqtar me mandat të përhershëm nuk është vlerësuar, përveç atyre që ishin pjesë e proceseve të ngritjes në detyrë. Cilësia e vlerësimeve të performancës të kryera nga të dy këshillat vazhdon të përbëj problem dhe nuk ka vlerësim real, efektiv dhe sistematik të bazuar në kritere të qarta. Të dy këshillat kanë miratuar rregullore të reja për vlerësimin e performancës, të cilat përmbajnë lista të detajuara të treguesve dhe matjeve për vlerësim. Ata duhet të sigurojnë zbatimin e drejtë dhe objektiv të këtyre rregulloreve. Në përgjithësi, vazhdon të jetë shqetësues niveli i profesionalizmit dhe kompetencës, veçanërisht i prokurorëve, pavarësisht përpjekjeve për të rritur trajnimin në dispozicion. Mekanizmat e vlerësimit të performancës në këshilla janë kritikuar edhe në kuadër të procesit të rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit. Në kuadër të dokumenteve të politikave janë bërë rekomandime që të bëhet rregullim adekuat ligjor që sigurojnë procese të drejta dhe meritore për vlerësimin e performancës së gjykatësve dhe prokurorëve. Siç e dini, procesi rishikimit funksional ka zgjatur gati 5 vite, që nga fundi i vitit 2016 deri në vitin e kaluar kur është miratuar strategjia për sundimin e ligjit, dhe ky proces në veten e saj ka rishikuar ose ka analizuar shumë çështje për sa i përket funksionimit të sistemit gjyqësor, sistemit prokurorial, por edhe sistemit të drejtësisë në tërësi. Kur jemi tek pjesa e vlerësimit të performancës, neve kemi rekomandime konkrete, të cilat kanë dalë nga ky proces, të cilat kanë dalë nga dokumentet e politikave, siç quhet, dhe në kuadër së saj ne kemi rekomandime konkrete se si do duhet të rregullohej çështja e vlerësimit të performancës në aspektin e dispozitave në legjislacionin primar dhe se si do duhet të rregullohen në mënyrë specifike realizimi ose vlerësimi i performancës të gjyqtarëve dhe prokurorët. Nga gjetjet që janë bërë në kuadër të rishikimit, cilat kanë qenë problemet kryesore të vlerësimi i performancës së prokurorëve dhe gjyqtarëve? Tek gjetjet në kuadër të këtij procesi kanë qenë që vlerësimi i performancës të gjyqtarëve dhe prokurorët është bazik, bëhet vetëm sa për të u bërë, nëse mund ta quajmë ashtu, nuk respektohen standardet ndërkombëtare për sa i përket vlerësimit të performancës të gjyqtarëve dhe prokurorëve, nuk rekomandohet ose nuk respektohen instrumentet ndërkombëtare që janë të shumta për sa i përket kësaj, do të thonë duke filluar nga Këshilli Konsultativ i Gjyqtarëve Evropian, rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe instrumente të tjera, rekomandimet e OSBE-it e tjera, të cilat ndërlidhen me procesin e vlerësimit të performancës. Në një formë thuhet që vlerësimi i performancës në sistemin gjyqësor dhe prokurorial më shumë ju kushtohet rëndësi aspektit kuantitativ të vlerësimit dhe shumë pak vlerësimit cilësor ose kualitativ, i cili duhet të jetë në kuadër të këtij procesi. Pra nuk duhet, është një rekomandim atje në dokument të politikave ku thuhet që nuk duhet ky proces i vlerësimit të performancës të jetë sinonimi produktivitetit të dokumenteve të cilat e vlerësojnë një sistem vetëm në mënyrë bazike, në mënyrë të përgjithësuar, por ai duhet të jetë një proces i cili prodhon rezultate, i cili ngrit cilësinë tek ofrimi i shërbimeve këtë rast, domethënë funksionimi i drejtë i sistemit gjyqësor dhe prokurorial, si dhe në fund ofron një cilësi dhe një besim më të madh tek qytetarët. Në këtë rast, qysh qeveria, në këtë rast për Ministria e Drejtësisë, ka me adresu çështjen e performancës në legjislacionin primar? Neve duke e parë që duke filluar sidomos në procesin e rishikimit funksional, po flas nga viti 2017 deri më tani, disa herë janë plotësuar dhe ndryshuar rregullore të ndryshme
si në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, si në Këshillin Prokural të Kosovës, për sa i përket vlerësimit të performancës të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ne dhe bazuar në rekomandimet të cilat i kemi në kuadër të dokumenteve të politikave dhe në strategji, neve në plotësimin dhe ndryshimin e hartimit të legjislacionit për sa i përket këtyre dy fushave, pra edhe në sistemin gjyqësor dhe në sistemin prokurorial, neve do të hartojmë dispozita konkrete, dispozita të qarta, të cilat jo vetëm të ne ndodhin se të tilla që të jenë pjesë e legjislacionit primar, por ndodhin edhe në vendet e rajonit, që së fundmi janë duke i adaptuar praktikat të tilla që dispozitat e vlerësimit të performancës sipas kriterëve dhe standardeve ndërkombëtare të jenë të ngërthyera dhe të vendosura në legjislacionin primar. Legjislacioni sekondar do të jetë ai i cili do të rregullon aspektin procedural, domethënë të procesit, nëse mund ta quajmë ashtu, dhe do të merret më shumë me standardet ose me procedurat e operimit për sa i përket vlerësimit të performancës, përderisa dispozitat primare do të rregullojnë sakt mënyrën e vlerësimit, domethënë dhe vlerësimi nëse del negativ ose del jo i mjaftueshëm, që duhet të jetë me dispozita sankcionuese, nëse mund t'i quajmë ashtu, që gjyqtarët dhe prokurorët duhet patjetër të ndjekin trajnime të obligueshme siç kërkohen sipas standardeve ndërkombëtare. Duhet shikohet edhe kjo mundësi se mos të shpenzohet kot, nëse mund ta quajmë ashtu, për disa gjyqtarë dhe prokurorë të cilët janë para pensionimit, por ata duhet në një formë, sidomos sistemi gjyqësor prokuroral në këtë rast, këshillat të mendojnë për të ardhmen e tyre, por në aspektin ligjor thash edhe një herë duhet të respektojmë instrumentet ndërkombëtare të cilat në mënyrë specifike e mbrojnë domethënë statusin e tyre deri në kohën e pensionimit e në veçanti janë disa klauzola të cilat i mbrojnë ata edhe sidomos para pensionimit, sepse konsiderohet sipas instrumenteve ndërkombëtare që një gjyqtar dhe një prokuror i cili me vite të tëra ka ushtruar një funksion të tillë, ai konsiderohet gjyqtar dhe prokuror të jetë i përgatitur para daljes në pension. Do thonë, është një lloj logjike e tillë në aspektin ndërkombëtar, tek ne e di që ndoshta në disa raste, nuk e kam atë mundësi ta them për shumë raste, por në disa raste kemi do thonë çështje të tilla, raste të tilla të cilat fatkeqësisht gjyqtarët dhe prokurorët edhe para pensionimit, domethënë kemi kur nuk e kanë performancën e mirë, kjo është sipas vlerësimit të institucioneve që bëjnë performancën e tyre, ne i shikojmë vetëm ato raporte dhe mendoj që edhe në aspektin ligjor duhet të kemi kujdes për sa i përket kësaj çështje.